stoi e fort që po një 10 minuta që të po, veç që konë shumë stoi, edhe pak me pas gatë nuk ka pas me herë ardhëm në ora kër e po, këto që të me mëtë që më s'ka pështu dika një na unë, a mos i kish pas shlu, kejt e kish pas rokran. Vetë konë në ora i po ta thonë ministrit drejt për drejti, tha ja, kina më munu me kompenzu edhe kur, mos sanë kush, edhe janë ftof edhe thminja edhe kejt piktivani veç mu që me i krejt me dollë, ofër 100.000 kile, heq, dom dikun 20 merës. Zymer Sadiku nga fshat Skiftera i Vitis është një nga fermerët që dëmtuan nga rreshtet e dendura atmosferike të 2 ditëve më parë. Ai për insajderin ka rrëfyer se të rreshturet kanë shkaktuar dëme të mëdha në tokat dhe kultura bujqësore. Sadiku apelon institucionet dhe qeverinë që t'i kompenzojnë të paktën pjesërisht për humbjet e pësuara. Si vjetë pjepën i kom 2 hektarë, edhe bëston 1 hektare dishka, lauka një 50 hektarë, kalamash një 6 hektarë. Grunin më e kina korë, grunin ka pështu në foka, jo që kina korë para një javë e kina kry. Do më thonë vish gruni ju ka pështu prej gjitha këtyre që kini vjellë? Me kalama, me mister, me krejti ka bon këtu, shpeshe dhe vetë më pjepën, bëstonin pas i ka prish krejt 100%, hiç s'ka lënë kur gjë. Ta shimi në orën që kini vjellë me pjepën, por shihen që dëmet janë ka gjatë mdoja, a keni mujt me dalë me pas sa dëm ju ka shkaktu? Sa ka pas, ta është këtë ta si ka më kallë. Tejrja që kom ofër 100.000 kile, heq, dëm dikun 20 merës. Veç prej pjepret, a? Veç prej pjepret. Mandej kultura tjera që keni mbjellë? Po, më patatën, lakën, ne kemi 50 ari lakën edhe aja, kejtë shtë. Janë Që sajnë, jemi me familje të mojtë. Kejtë pisajnë punët, të mirë me jemi, s'kem që tërtarë me kërka. Do thonë e gjithë familja përkushtoni punani këto? Krejt, s'kem të marrë me që tërka roga të sanë, s'kem veç me që të punë, jena mirë dajma. Tash, po besoj që shpresën e vetë me keni prej qeverisë, që me ju kompenzu. Ta është, jena të mojtë të mëtë, po shpresat i kena që jekë vëllë. Sa dhe vjetë që të i ka dëmtu, beli konë ministri pejtë që të për atë asfaltit, konë premtaj edhe kur s'la i realizaj atë punë. Ju tha që ju kompenzojnë, po parë si patë kërkojnë? Konë heq. Asë në cendë? Dhe ato konë në ora i po ta thonë ministri drejt për drejti, tha ja, kina më munu me kompenzu edhe kur, mos sanë kush, edhe janë ftof edhe thminja edhe kejt piktivani veç mu që me i krejt me dollë, se s'ka. Tash, mungesa kompenzimeve, po thu që pishti njerëzit edhe mos më umarë ma me punimin e tokës. Si vjetë edhe vjetë, shumë herë të dështu, po si vjetë në ka zonë alo ma shumë për krejt, për gjithësi e ka rëk fushën. S'ka, këtu ja po lip investime. Edhe punë edhe investime, të dyjat. Nofti shtrajt, pleje shtrajt, filia shtrajt, krejt këtë problemit, po do të me investu. Kur të kthejesh në fond, po të minos, ka me shku. Po, ju duhet mbështetje fuqishme për shtetit? Po, duhet bile që të shpenzime më na një mund bile. Po, i s'ka që vjetë na premtu në kur gjë, që ke ministrin në orë, na veç premtaj edhe kur, mos së bon. Veç fjallë? Fjallë. Edhe që shë të shku, mo as vot, as kujna mi thonë që të në Kosovë, na ja. Për shkak zhgënimit që... Për zhgënimit se nuk o kjo, veç punë shka bon, fizike sa bon këtu, e lesh shpenzime qera. A më tregon për ditën kur ka ndodhë stuhia, sa ka zgjatë, në cilën pjesë ka pas ma shumë stuhi? Krejt që të e ka rogë, se unë për momentin më konë shpe, veç thash, u konë stuhi e fort, që po një 10 minuta që të po, veç u konë shumë stuhi, edhe pak me pas gatë nuk ka pas me... Ma ndej dullt në ora me po, që ka ndodhë? Po, në ora kër e po, këto që të me mëtë që më s'ka pështu dika një na unë, a mos e kish pas shlu, kejt e kish pas rokran. Ja, për si vjetë jemi minos. Veç zote i shola jemi shnash, edhe për të matë që unë e gjallin e kom për të matë, për i tha më fond, as këto s'ku me najtë, as Kosovë jo, tha. Do më dhe shpresa vetë me të qeveria, mi ju kompenzu? Po, qeveria ka mundësi me na kompenzu, se nuk është pale shka. Veç a dojnë? Veç a dojnë, se ata për veti pi bojnë, pi realizojnë vetat. Dhe me bojnë qëtë këtë puni, pa i puna për e njësa, mo qeveria pak dohet pak me, se jena të dhona dhe na jena të kontribuën këtë shtetë. Tatimet e sane, krejt për që të ujtë. Veç nafësha këna argjisha këna pagu atë aksize që na i mërë neve, na kejt e këna pagu. Unë sigurisht 5.000 litra naftë në vjetë e argjiti që të në fush. Edhe ma shumë për nërë 5.000 sjes.